2 lote, një fitues dhe 3.5 milion euro. Çfarë fshihet pas tenderit të bllokut Orizit? Një tender publik, 2 lote dhe vetëm një kompani fituese. Bashkia e Vlorës ka përzgjedhur të njëjtin operator ekonomik për të dyja pjesët e projektit të rikualifikimit urban të bllokut Orizit, pasi ka skualifikuar të gjitha kompanitë e tjera, përfshirë edhe ato që kishin paraqitur oferta financiare dukshëm më të ulta. Procedura e shpallur gjatë muajit qershor ka një fond limit të përgjithshëm prej 350 milion lekësh të rinj, ose 3.5 miliard lekësh të vjetër. E përkthyer në monedhën evropiane, bëhet fjalë për afro 3.5 milion euro para publike të vendosura në dispozicion të një projekti të vetëm urban. Projekti parashikon ndërhyrje në rrjetin elektrik, ndriçimin publik dhe fasadat e bllokut të banesave që shtrihen ndërmjet rrugëve Fatos Arapi, Hasan Kushta, Ismail Qemali dhe Mistomele, zona një gjerësisht nga qytetarët si bloku ose tregu i Orizit. Loti i parë kishte një fond limit prej 208 milion lekësh të rinj. Në procedurë morën pjesë 7 kompani dhe bashkime operatorësh, por 6 prej tyre skualifikuan. Në përfundim, fituese u shpall kompania Zdrava me një ofertë prej rreth 200 milion lekësh. Oferta e Zdrava përfaqësonte afërsisht 96.3% të fondit limit dhe rezultonte më larta ndër ofertat e paraqitura në garë. Ky fakt me rëndësi të veçantë për shkak se jashtë procedurës mbeten oferta që premtonin realizimin e punimeve me një kosto shumë më të ulët. Bashkimi i operatorëve Isek Ergi Alges Construction kishte ofruar rreth 80 milion lekë më pak se kompania fituese. Edhe subjekti Cara kishte paraqitur një ofertë rreth 73 milion lekë më të ulët. Megjithatë, të dyja ofertat së bashku me 4 të tjera u skualifikuan nga Bashkia e Vlorës. Një situatë e ngjashme u përsërit në lotin e dytë, i cili kishte një fond limit prej rreth 140 milion lekësh të rinj. Në garë morën pjesë 6 kompani, po 5 prej tyre u skualifikuan. E vetmja kompani që mbeti në procedurë dhe u shpall fituese ishte përsëri Zdrava. Për lotin e dytë, Zdrava paraqiti një ofertë prej rreth 113 milion lekësh të rinj. Ndërkohë, bashkimi operatorëve Ndregjoni Udha kishte ofruar rreth 100 milion lekë ose 13.3 milion lekë më pak. Edhe kjo ofertë më e ulët nuk arriti të qëndronte në garë për shkak të skualifikimit. Skualifikimi i ofertave më ekonomike nuk është në vetvete provë për shkelje, pasi operatorët duhet të përmbushin kriteret teknike, ligjore dhe administrative të tenderit. Por, kur të gjithë konkurrentët skualifikohen dhe të dyja kontratat përfundojnë te njëjti operator, lind nevoja për transparencë të plotë mbi arsyet konkrete të çdo përjashtimi dhe mënyrën se si janë vlerësuar dokumentet. Bien në sy disa nga arsyet e skualifikimit. Për shembull, një nga operatorët është skualifikuar pasi autorizimet për sistemin kapot nuk i kishte të përkthyera në shqip. Ky operator kishte dhënë ofertën 22 milion lekë të vjetra, më pak se Zdrava. Një operator tjetër është skualifikuar pasi Komisioni i Vlerësimit të tenderit nuk e paska kuptuar mirë nëse arkitekti i propozuar për projektin ishte arkitekt peizazhi apo arkitekt i zakonshëm. Që të dy arsyet e mërsipërme janë tepër norvegjeze për të përbërë arsye të forta për skualifikim. Tjetra është pse u nda në 2 lote, kur bëj fjalë për të njëjtën zonë, pse të mos jepe i plot edhe në një lot. Kompania Zdrava është në pronësi të FAIK, Dashnor dhe Kastriot Sinanaj, si dhe Ylli dhe Arben Zdravës, ndërsa administrator është Dashnor Sinanaj. Si pas të dhënave të publikuar, ajo rezulton për fituese 10 kontratave publike me një vlerë të përgjithshme mbi 15 milion euro. Pyetja që mbetet pa përgjigje është e thjeshtë. Përse projekti u nda në 2 lote, kur të dyja përfunduan tek e njëjta kompani, ndërsa ofertat më të ulta u lanë jashtë?